Sezona e verës ka ardhur edhe na si musliman gjithmonë e kemi dert ku me gjetë një vend të përshtatshëm për ne, pa zhurma të panevojshme, pa alkool edhe pa zhveshje. Na prej fëmijë na mësu me ardh në Ulqin edhe me shiju. Mirë po, me kalimin e viteve normalisht që kemi nevojë për një ambient halal që është Hotel Maghribi në Ulqin. Poshtë i kemi pishat, është plazha, hotel në qendër të Ulqinit që synim e ka cilësinë, mikpritjen dhe kushtet e përshtatshme për krejt njerëzit janë familjar. Domethënë për ne si musliman që ka shumë rëndësi këtu alkool nuk ka, edhe tjetra nuk ka zhveshje, për shkak se je i sigurt që fëmia jot nuk sheh pamje të papërshtatshme. S'është patjetër që ti dush me qenë me shami për me ardhur në Hotel Maghrib. Mirë për prapë se prapë dush me jetu me parime jetësore, ku veshja është konform normave sociale në përgjithësi. Këtu mikpritja është shumë në nivel. Ushqimi lloj-llojshëm, qysh edhe po shihet. Ka ndi lojrave dhe për fëmijë. E keni edhe vendfaljen brenda hotelit. Dhomë ku ka rahati, elegancë edhe mundesh me pushu. Pamje prallore, freski e pishave. Krejt ky ambient është veç për ty edhe familjen tonë, veç e cakton paraprakisht orarin. Krejt këtu i gjeni në Hotel Maghrib.